Duaja e profetit Yunus a.s. Profeti Ejub a.s. hyri në histori si profeti durimit. Ai shpëtoi nga sëmundjet e tij të gjata vetëm në sajt të durimit me të cilin përballoi gjithçka që ndodhi. Kurse shpëtimi i profetit Yunus a.s. nga fatkeqësitë që i ndodhen, ishte në sajt të lutjes së tij rënqetëse dhe të sinqertë. Në Kur'an, kur flitet për të, herë përmendet si Yunus dhe herë si dhe Nun, që do të thotë i Zoti i peshkut. Edhe Yunusi a.s. si të gjithë profetët, ishte një njeri i zgjedhur i Zotit, në një vend të quajtur Ninova. Ditë natë, ai këshillonte popullin e tij, duke i ftuar në rrugë të drejtë. Ju kujtonte atyre ditën e gjykimit, u tregonte sa vend i keq është xhehenemi për ata që nuk besojnë në bëjnë vepra të këqija. U shpjegonte mrekullitë e xhenetit që i prisnin besimtarët e të drejtët. I ftonte pa pushim për të bërë vepra të mira dhe u përsëriste shumë e shumë herë se duhet i besonin një Zotit të vetëm, Zotit të gjithësisë. Por gjithkëmund ishte i kotë. As edhe një person i vetëm nga populli i vet nuk e besonte. Profeti Yunus a.s. nuk hoqi dorë nga rruga e tij dhe as populli nuk ndryshoi mendje. Nuk ishte lënë gjë pa provuar për t'i bindur ata njerëz të besonin, por më kot, më në fund u bind se as edhe një prej tyre nuk do të besonte ndonjëherë. Ishte lodhur dhe mërzitur tashmë. I vinte shumë rënd për këtë parapëlqim të njerëzve për të shkuar drejt zjarrit me vullnetin e vet. Yunusi a.s. solli ndërmend të dërguarit e tjerë para tij dhe popujt e tyre që nuk u bindeshin kurrësi. Pas një par kohe, Zoti i shkatërronte fare popujt e tillë. Profetin Nuh, Salih, Hud, popujt e tyre, që të gjithë kishin këmbgulur në inatin e tyre duke mohuar të drejtën, e që të gjithë kishin pasur fundin e tmerrshëm. Mendoj se edhe popullin e vet mund ta priste njëjti fund. Ndëshkimi hyjnor mund të vinte mbi çdo popull. Mendoj se tashmë detyra e tij kishte marrë fund. Ky mision kaq ishte dhe vendosi të braktisë qytetin. Ndërsa largohej prej qytetit, pa e kthyer as kokën nga pas, Yunusi a.s. jetonte në brendësitë e një furtune të vërtetë. Ishte i zemëruar dhe i trishtuar. Zemra ishte ndrydhur. Kur arriti në Bregdet, vendosi të hipte në një anije dhe të shkonte diku tjetër. Ku i dihej, ndoshta atje mund të gjente zemra më të buta e njerëz më të mirë se këta që po lindte pas. Yunusi a.s. mendonte se edhe vullneti i Zotit ishte në këtë sens. Por Zoti nuk e kishte urdhëruar atë të largohej nga ai qytet. Ai duhet priste gjersa ta merrte një urdhër të tillë. Ndoshta po vepronte pak herët. Dielli rrëshqiste drejt horizontit të perëndimit. Anija ku do hipte Yunusi ishte ankoruar pranë një limani të vogël. Ndërsa priste në breg të detit të afrohej ora e nisjes, pa një peshk të vogël që përplasej pa ditur nga të shkonte mes dallgëve që rrihnin bregun me gjithë fuqinë. Ai ikte herë majtas e herë djathtas, por nuk shpëtonte dot nga goditjet e dallgëve. Më në fund, trupi i brishti peshkut të vogël nuk i rezistoi përplasjes dhe mbeti pa jetë mbi shkëmbinjtë e bregut. Ku i dihet, mendoj me dhimbje, po të kishte pasur pranë një peshk të madh, nuk do të pësonte këtë fund. Pastaj mendoj për veten, si e kishte braktisur popullin e vet, aq më tepër që ata kishin aq nevojë për të. I erdhi në mend sjellja e tyre, inati dhe kokforcia me të cilën ishin përgjigjur. Nisi të qante me një trishtim dhe dhimbje të thellë. I vinte shumë keq për ata që e kishin përgatitur fundin e tyre me duart e veta. Kur erdhi ora e nisjes, hipi në anije, velat u fryn nga era dhe nisën lëvizjen. Kur pas sjelljen e çuditshme dhe të tërhequr të Yunusit, si dhe pikëllimin që i lexohej në sy, kapiteni mendoi për Yunusin a.s. se mos ishte ndonjë kriminal që ikte pa lënë gjurmë, dhe veç si e si të parandalonte hipjen e tij në anije, i tha një çmim disa herë më të lartë se normalin. Yunusi e pranoi çmimin që i dhan pa më të voglin kundërshtim. Çfarë do të ishte çmimi, donte tikte me çdo kusht nga vendi ku mbretëronte errësira dhe njerëzit shpirt e errët. Në një vend të mistershëm të detit, në pikë të errësirës së natës, ndërsa anija rrëshqiste mbi val, nisi një furtunë hatashme. Deti nisi të ulërinte dhe të shkrumbonte. Dallgë të larta sa një mal nisën të rrihnin anijen me gjithë fuqinë, duke e lëkundur sa majtas djathtas. Anija e kishte humbur kontrollin fare edhe ishte dorëzuar vullnetit të dallgëve, që luanin me të si të ishte një fije kashte. Pas pak, dallgët thyen direkun e anijes, ndërsa velat ishin bërë copë. Deti të rrbuar nuk ishte as pak mëshirë, duke sikur gjithçka ishte përqendruar për të coptuar atë anije të gjorë. Kapiteni bërtiti i shqetësuar. Kur më parë nuk kam parë të shpërthejë një furtunë e tillë, pa kohë. Është e qartë se mes nesh është një mëkatar,
për fajtet të cilit ka plasur fortuna. Tani, do hedhim short për të gjetur se kush është ai. Kujt i bie shorti, do hidhet në det. Kjo ishte një traditë e detarëve që e zbatonin sa herë shpërthente ndonjë fortunë pa parashikuar në det. Sado që sot mund të duket e çuditshme, ato kohë ishte diçka normale. Natyrisht që mes atyre që do të hidhej shorti, ishte edhe emri Yunusit alayhis salam. Të gjithë ishin të stepur, kujt do t'i dilte emri vallë. Tërhoqën një letër dhe e pan. Ishte Yunusi. Do hidhej sërish short. Se sipas rregullave, personi që do hidhej në det duhet i dilte emri 3 herë rresht. Sërish emri Yunusit. Kur doli edhe për herë të tretë emri i tij, Yunusit nisi të rrite zemra fort. Gjithë vështrimet ju drejtuan atij. Po i diqte trupi dhe fytyra nga ato vështrime dyshuese që e shponin. Gjithçka kishte marrë fund. Tashmë ishte përcaktuar personi që do hidhej në det. Kur e çuante cepja anijes për ta hedhur në det, Yunusit alayhis salam ju qartësua gjithçka. Kishte bërë një gabim të madh duke braktisur popullin e vet. Nuk duhej të ndahej kurrësi pa i dhënë Zoti një urdhër të qartë për këtë. Nga rasa ku kishte hipur pa detin. Dalgët ishin të tmerrshme. Errësira e detit dhe e natës ishin të padepërtueshme. Në qiellin e zi nuk dukej asnjë rrezë hënë dhe asnjë yll. Deri kishte mbështjell gjithçka. Vetëm një det pa anë e fundit dhe një i ftohtë që të ngrinte palcën. Me zgjimimeve të qiellit dhe ushëtimës së dalgëve, u dëgjua zëri kapitenit. Forca i huaj, jepi, hidhu në det. Dhe Yunusi alayhis salam u hodh. Pikrisht atë çast, Zoti urdhëroi peshqit e mëdhenj të dilnin mbi sipërfaqe. Një peshk i madh pa Yunusin që kridhej mes dallgëve dhe ju afrua me shpejtësi. Ja ku e kishte ushqimin e darkës. Zoti kishte menduar edhe për ta. Ju drejtoi Yunusit dhe ka përdiu. I lumtur për darkën e zgjedhur, peshku u kthye edhe një herë në errësirën e fundit të detit. Yunusi tmerruar, pa vete në barkun e një peshku, ishte i shokuar. O Zot, në bark të një peshku që ndodhet në fund të errësirës së detit, në mes të errësirës së botës, 3 botë e errta që mbështillnin njëra tjetrën. Yunusi alayhis salam mendoi se duhet kishte vdekur. U mundua të lëvizte dhe i çuditur vuri re se dora i luante. I lëviznin dhe këmbët. Domethënë nuk kishte vdekur. Zoti ende nuk kishte vendosur për vdekjen e tij. Por në thellësi të 3 botëve të errta, do të preferonte më mirë të qej vdekur. Ishte pas një rrugdalje, pas një shpëtim, veç të priste vdekjen duke u lutur të mos vononte. Nisi t'i lutej Zotit. Zotit që kishte në urdhra edhe peshkun, edhe detin, edhe natën. Lotët i rridhnin rrëke. Në mes të errësirës së zemra dhe gjuha e tij kishin vetëm një drejtim. I shprehte Zotit pendimin e t'i kërkonte falje. Në errësirën e barkut të delfinit, i jehoi zëri Yunusit. O Zoti im, nuk ka perëndi tjetër veç teje. Ti je larg çdo të mete. Ti je më i larti, më i madhi, më i bukuri. Unë u tregova i padrejt me vetveten. Më fal. Për asnjë çast nuk e ndërpreu lutjen. Qante dhe rënkonte i penduar duke i kërkuar falje Zotit. As hante, as pinte, as lëviste dot. Vetëm zemra që i rrihte e zëri që lutej. Agjeronte dhe ushqimi vetëm për të ishte përmendja e Zotit që e mbante gjallë. Pas pak, çdo gjallëse fund detit, dëgjoi zërin e Yunusit që përmendte krijuesin e gjithëmëshirshëm. Nga vinte vallë ky zë. Nuk e besonin dot se zëri vinte nga barku i një peshku që po çlodhej në fund të detit. Nuk dihet, nuk mund ta dim se për sa kohë qëndroi Yunusi alayhis salam në barkun e peshkut. Po për sa kohë qëndroi atje, ai asnjëherë nuk rreshti se përmenduri Zotin e së luturi atij. Me zërin, zemrën dhe lotët e vet, ai pa pushim thoshte: O Zoti im, nuk ka perëndi tjetër veç teje. Ti je larg çdo të mete. Ti je më i larti, më i madhi, më i bukuri. Unë u tregova i padrejt me vetveten. Më fal. Yunusi alayhis salam e kishte treguar se ishte i sinqertë në pendimin e tij. Pendimi i Yunusit i kishte treguar çdo krijesë të qiellit, tokës dhe detit, se si duhet jetë pendimi i një robi të devotshëm. Së fundi Allahu e urdhëroi peshkun të dilte mbi ujë dhe të shkonte në bregun e një ishulli të paracaktuar. Peshku ju bind pa një pa dy urdhrit hynor. Kur hapi sytë dhe erdhi në vete, Yunusi e pa vetë të shtrirë në brigjet e një ishulli. I diqte i gjithë trupin nga acidet e barkut të peshkut. Ishte i sëmur dhe i raskapitur. Sa përreset e djedhit cikën trupin e regjur të Yunusit,
një djegje e thellë dhe e dhimbshme dhe shebëri të bërtiste. Pa i vendosi të duronte e të shëronte plagët me lutje dhe përgjërime. Pa kaluar shumë, Zoti bëri që një pemë e mrekullueshme, me gjethe të gjera e me hije të madhe, të mbinte mu të vendi ku ishte Yunusi. Me kalimin e kohës, Yunusi alayhis salam u përmirësua dhe rifitoi sërish gjendjen e mëparshme shëndetësore. Atëherë Zoti e urdhëroi të kthehej sërish në vendin e vet. Kur u kthye sërish në Ninova, Yunusi alayhis salam u mahnit nga ajo që pa. Të trembur nga humbja e papritur e profetit, ata kishin vendosur të pendoheshin e të ktheheshin në rrugën e Zotit, në bazë të atyre që u kishte shpjeguar Yunusi për vite me radhë. Më se 100.000 vetë në Ninova ishin bërë pasues të devotshëm të Yunusit dhe të rrugës së tij. Po ndikimi më i madh për këtë gjendje të papritur ishin lutjet e sinqerta të profetit. Në Kuranin famlar që do t'i zbriste njerëzimit shekuj më vonë, por Yunusin do të thuhej kështu: sikur Yunusi të mos kishte qenë rob që përmendte e i lutej Zotit, ai do rrinte në barkun e peshkut deri në ditën e mbram.